Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se pret që ekonomia e Kosovës të rritet me 3.8% këtë vit, duke ulur parashikimin e bërë në tetor me 0.2 pikë%, ndërsa një ngërçe kohëve të fundit politik zgjidhet, por rreziqet e brendshme dhe të jashtme mbeten të rëndësishme. Një ngërç politik një vjeçar që bllokoi formimin e qeverisë ngadalsoi rritjen ekonomike në vitin 2025. Ekonomia u rrit me 3.5% në tremujorin e tretë të vitit të kaluar, pas një rritje prej 4.75% një vit më parë, tha FMN-ja në një deklaratë përmbyllëse të stafit për misionin konsultativ të artikullit 4. Miratimi nga Parlamenti i një qeverie të re të propozuar nga fituesi i zgjedhjeve të parakohshme lëvizja vetëvendosje, javën e kaluar pritet të zgjerojë rritjen në rreth 4% në periudha fatmesme, mbështetur nga reforma strukturore si pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian dhe qasje e lirë në financim të jashtëm. Rikalibrimi i politikës fiskale në vitin 2026 është i nevojshëm për të zvogëluar impulsin fiskal dhe për të adresuar çekuilibrat makroekonomik. Në planin e fatmesëm, politika fiskale duhet të ankorohet në një kornizë të bazuar në rregulla, duke balancuar stabilitetin makroekonomik dhe objektivat e zhvillimit, ndërkohë që ndërton rezerva fiskale, tha stafi i FMN-s. Deklarata nënvizon se moderimi i rritjes së pagave publike jo vetëm që do të mbështeste politikat fiskale të kujdesshme, por gjithashtu do të kufizonte ndikimin në rritjen e shpejtë të pagave private, duke tejkaluar rritjen e produktivitetit dhe ndihmuar në mbrojtjen e konkurrueshmërisë. Megjithatë, sipas FMN-s, rreziqet mbeten, si pasiguria e mundshme politike, tensionet në zonat e dominuara nga serbët në veri të vendit dhe kushtet e pafavorshme globale.